Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Dersat e fundit I shpjegum argumentet cilat autori I sjell, autori I librit të tauhidit I sjell në temën babu shafa'a. Tema se flet rreth ndërmjetësimit. Dhe pastaj pas këtyre argumenteve autori sjell edhe fjalët e Sheikhul Islamit, I cili sqaron çështjen e shefatit. Po tregon se cili është shefati I pranuar, edhe cili është shefati I mohum apo I papranuar te Allahu subhanahu wa taala. Edhe fillimisht thot autori thot qala Abu al-Abbas. Abu al-Abbasi ka thënë qëllimi me Abu al-Abbas është Sheikhul Islamit. Po I cili llaqabin e ka Taqiyuddin, kurse emrin Ahmed ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam al-Harrani. Edhe pra ibn Abdul Salam ibn Taymija al-Harrani. Prandaj edhe njihet në emër të gjyshit të katërt ibn Taymija. Siç e dim gjithë, kjo është për imamave të njohur të fesë islame. Prandaj edhe I thonë Sheikhul Islam, hoxha I Islamit. Po ka shkruar libra të shumta, kështu që do thot fama e tina, imamllaku I tina në shkencat e dhiturit islame është aq e madhe saqë nuk ka nevojë do thot ne me përmend ato se me shtjellu në detaje. Do të kjo ndihet që çdo njeri I muslimanëve se ka dëgju për famën e Sheikhul Islamit, Allahu mëshiroft. Konja e Sheikhul Islamit që është përmend autori është Abu al-Abbas. A pse dihet që Sheikhul Islamit nuk është martuar? Edhe nuk ka pas fëmijë. Nuk është martuar nga se ka qenë I angazhuar me dije dhe me xhihad, në luftë për hir të Allahut. Jo pse nuk e ka dorë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose pse ja ka kthyr shpinën sunetet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka se din se prej sunetet është martuar. Mirëbashëm ka qenë I angazhuar me kërkim dijes, edhe me davet, edhe ka luftuar në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, saqë nuk ka pas kohë as më martu. Kështu që nuk ka pas as fëmijë. Mirë po, është quajtur me kunjen Abu al-Abbas, pra baba I Abbasit, si nderim për ta. Edhe është e lejuar që njeriu që Allahu subhanahu wa taala nuk I fal fëmijë, me pas një kunje. Edhe pse Allah nuk I ka dhënë fëmijë, është mirë që ai me pas një kunje, me thonë Abu Filan. Dhe e biu kur fol për Sheikhul Islami thot lam yati qablahu bi 500 sanatin mithla. Para ti 500 vite, pra 5 shekuj më radh nuk ka ardhur dietari ngjashëm. Po I mundet më krahasu me Sheikhul Islamit. Në një transmetim tjetër thot 400 vite. Gjithashtu thot law halaftu bayna ar-rukni wal maqami la halaftu anni lam ara mithlahu. Sa sikur të më kërkohet mu betu mes rukn në Yaman, pra që është ai këndi I Qabës para gurit të zgjedhur mes venit Ibrahimit, thot atëherë unë isha betu që nuk kom pa njerëz si kur ai, pra dietar të madh si kur ai. Wa ma ra'a bi 'aynayhi mithla nafsihi rahimahullah. Thot madje edhe vet ai nuk ka pa njerëz sikur se vetja që ka qenë. Nuk ka pa dietar të madh sikur se ai, asaj me sytë e tij s'ka pa dietar sikur se që ka qenë vet ai. Gjithashtu Ibn Daqiq al-Eid thot lamma ijtama'tu bi Ibn Taymiyah ra'aytu rajulan kull al-ulum bayna 'aynayhi. Thot në ditë kur taku me Ibn Taymiyah e kum pa që gjitha shkencat, gjitha dijet janë mes syve tina. Ya'khudhu ma yasha wa yad'u ma yasha. Thot merr çka don edhe lën çka don. Ka ke shkencat që kanë bën me Islamin, thot I ka pas përpara, sin tavolin. Ka marr çka ka dëshiruar, ka lënë çka ka dëshiruar. Edhe vazhdon thot wa bil jumlati fama ata ba'da 'asr al-imam Ahmed lahu nadhir. Edhe në përgjithësi nuk ka ardhur dietari ngjashëm me ta mas Imam Ahmedit, mas kohës Imam Ahmedit. Nuk ka ardhur dietari I cili mund të krahasohet me Ibn Taymija. Ai Ibn Taymija, Allahu mëshiroft, ka vdekur në vitin 728 të Hijretit. Ai ka pas gjarë të 7 vjet edhe të muj. Pa kur ka vdekur, Allahu e mëshiroft edhe shpërblet me xhenetin Firdaus. Çka ka thonë Sheikhul Islamit? Rreth shefatit thot nafa Allahu amma siwahu kull ma yata'allaqu bihi al-mushrikun. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala
e ka mohu për çdo kujt tjetër përveç vetes tij, gjitha ato gjëra ose ato mjete, ato rrugë për cilat kapen edhe lidhen mushrikët pagant. Gjëra apo mjete, rrugë në cilat mbështeten ata. Po qëllimi me këto fjalë të Sheikhul Islamit është për ajetin në cilën e kemi shpjeguar në dersin e kaluar. Edhe vazhdon kjo thot fanafa an yakuna li ghayrihi mulk. Allah subhanahu wa taala thot spare ka mohu. Pra në ajetin që kemi përmendur dersin e kaluar ose në dy ajetet e surës Saba, thot Allah subhanahu wa taala spare ka mohu që dikush përveçti me pas me zotru diçka në qiell dhe në tokë, pra në këtë univers. Kto ka mohu Allah subhanahu wa taala. Pa as kush përveçti nuk ka mundësi me zotru diçka në qiell dhe në tokë. Pastaj thot au qistun min. Gjithashtu Allah ka mohu që dikush përveç ti me pas hise në sundimin e qiellit dhe tokës. Po gjithë sundimi takon Allahut subhanahu wa taala. Au yakuna aunan lillah. Apo që dikush me kon ndihmëtar i Allah subhanahu wa taala. Edhe këto ka mohu Allah. Pa askush Allah nuk ka nevojë që ose nuk është nevojtar që marrë dikush edhe me ndihmu atij në çështjet e drejtimit të këtij universi. Çu kemi shpjeguar dersin e parë. Edhe thot walam yabqa ila ash-shafa'a. Përderisa Allah ka mohu këto tri gjëra pe tjerëve, ata thot nuk më mbetet më diçka, pse u adhuru dikush tjetër përveç shafatit, ndërmjetësimit. Po me lyp pe tjerëve me ndërmjetësu te Allah subhanahu wa taala. Pse më lut tjetër përveç Allahut? Por Allah i ka mohu këto tri gjëra. Kështu që thot te mushrikët ka mbetë edhe një derë, që ata e kanë menduar që është e hapur, edhe Allah i pranon lutjet nëse ata shkojnë përmes kësaj dere ose kalojnë përmes kësaj dere. Ajo është ndërmjetësimi. Mirë po thot fa bayyana annaha la tanfa'u illa liman adhina lahu ar-rabb. Mirë po thot Allah e ka sqaruar shumë mirë këto ajete që askush kjo ndërmjetësimi që tjerët mendojnë që i bën dobi te Allah subhanahu wa taala, por Allah ka sqaruar që nuk i bën dobi përveç atij që Allah jep leje me ndërmjetësu. Përveç atij që Allah jep leje me ndërmjetësu. Kama qal thot Allah wala yashfa'una illa liman irtada. Ata nuk kanë mundësi me ndërmjetësu te Allah përveç ata ndaj cilëve Allah subhanahu wa taala ose me cilët Allah subhanahu wa taala është i kënaqur. Po është i kënaqur edhe me ndërmjetësuesin edhe me personin për cilin ndërmjetësohet. Po është ajeti 28 i surës Anbiya. Fa hadhihi ash-shafa'atu allati yadhunnuha al-mushrikun hiya muntafiyatun yawm al-qiyamati kama nafaha al-Quran. Prandaj tha ky ndërmjetësim, cilët mushrikët propagandë të gjitha kohërave e besojnë edhe mendojnë që është e pranuar te Allahu, thotë kjo mohohet edhe nuk pranohet ditën e Kiametit. Nga sa thot vetë Kurani e ka mohuar nuk Allah subhanahu wa taala ka treguar se nuk e pranon. Pra qëllimi i këtyre fjalëve të Sheikhul Islamit kur po thotë muntafiyatun yawm al-qiyamah, po kjo ndërmjetësim është ose kjo shafat mohohet, nuk pranohet ditën e Kiametit, pra për këtë krijesave. Pra Allah subhanahu wa taala nuk e në origjinë nuk e pranon asnjë ndërmjetësim, asnjë shafat. Përveç atij që Allah subhanahu wa taala ja ka pohu edhe ja ka pranuar, pra atij që e meriton ndërmjetësimin. Edhe atij për cilin ose ndaj cilit Allah subhanahu wa taala është i kënaqur, po për cilin dikush mendon të ndërmjetësoj. Po vetëm këta që Allah subhanahu wa taala ja ka leju me arrin ndërmjetësimin, këta kanë mundësi me ndërmjetësim. Kurse në origjinë shafati i takon Allahu subhanahu wa taala. Pra Allah nuk e pranon shafatin për askujt, vetëm për atyre që Allah subhanahu wa taala është i kënaqur me fjalët edhe veprat e tyre. Pa atyre që Allah subhanahu wa taala ja pleje. Prandaj edhe Sheikhul Islami po vazhdon edhe po sqaron. Thot kama nafaha al-Quran wa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu yati fa yasjudu li rabbih wa yahmaduhu. Po çka ka mohu Kurani edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar neve që ditën e Kiametit ka më ardh, pa ka më shku te Allahu subhanahu wa taala, edhe ka më rënë sejdë. Është hadithi i shefatit që kemi përmendur shpesh në derset e kaluara, në mënyrë përgjithshme, se si ndodh ndërmjetësimi që ka më bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën e Kiametit, pra që Allah me fillu gjykimin mes krijesave. Thot i bën sejdë Zotit i tij edhe falendron, i bën hamd Allah subhanahu wa taala. Po ky ndërmjetësim që mushrikët e Mekës po mendojnë që ju bën dobi,
Allah ka treguar se kjo ditën e Kiametit nuk ju bën dobi aty. Nga se vetë Allah në Kur'an e ka mohu këto. Po Allah e mohon pa kushte. Ndërmjetësimi pa kushte është i mohuar dhe i papranuar te Allah subhanahu wa taala. Mirë po me kushte Allah subhanahu wa taala pranon. Po mushrik të gjitha kohrave besojnë bën shumë që shefati mundet me ndodh edhe pa lejen e Allah subhanahu wa taala dhe pa kënaqësinë e tij. Po dy kushtet që kemi përmendur derisa të kaluam që do gjithsesi të plotësohen, por nuk pranon shefatin ndërmjetësimit të Allah subhanahu wa taala. Nga se ndërmjetësuesit e mushrik, pra të pagan, ata besojnë që ndërmjetësuesi e zotron edhe posedon shefatin ndërmjetësim. Po e ka në dorë. Kur dëshiron ai me ndërmjetësu te Allah mundet me ndërmjetësu. Kështu besojnë ata. Mirë po realiteti edhe vërteta është se ndërmjetësimi nuk mundet kurse si me ndodh vetëm atëherë kur Allah subhanahu wa taala jep dikujt leje për me ndërmjetësu. Edhe çu tham, është i kënaqur edhe me ndërmjetësuesin edhe me personin për cilin po ndërmjetëson. Po këto kushte i kanë përmend Kur'ani dhe Sunet, edhe kemi sqaruar dhe kemi shpjeguar derisa në kaluam. Pastaj vazhdon Sheikhul Islam i thotë: "Yati fa yasjudu li rabbihi wa yahmaduhu, la yabda'u bi shafa'ati awwalan." Andaj thotë pejgamberi ka treguar se ditën e Kiametit ka më ardh, ka miron sejdë Zotit të tij, edhe ka mi bën hamd të shumta, lavdrime, ka mi thur lavdata Allahut subhanahu wa taala. Thotë na përmend sona po kuptojnë se pejgamberi nuk e fillon i parë ndërmjetësimin. Po më shkup te Allah dhe më thon Allahu po ndërmjetësoj për filonin dhe për filonin. Mirë po shkon edhe i bën sejdë Allah subhanahu wa taala. Edhe falendron Allahun, çu shkon në hadithin e shefatit që Allah ja hapati, ja mundson me falendru Allahun, me lavdru me falendrime dhe lavdrime që nuk i ka ditë më herët pejgamberi sa. Pra nuk e fillon ai i pari çështjen e ndërmjetësimit. Mirë po i bën sejdë Allahut dhe falendron. E pasaj thot, thume ju kalu luhu, pasaj i thuhet atina, irfa ra'se, ngritë kokën tonë, pra ngritë kokën tonë për i sejdës. Wa kul yusma, thuje do dëgjohet fjala jote. Wasal tu'ta, edhe kërko do të jepet ai që po kërkon. Washfa tushaffa, edhe kërkon ndërmjetësim, do të pranohet ndërmjetësimi. Pra i pari që e lejon ndërmjetësimin ose e fillon ndërmjetësimin është Allahu subhanahu wa taala. Ka se ndërmjetësimi është vetëm Allah e zotron ato. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka mundësi as me fillu me folë dhe me kërku ndërmjetësimin pe Allahut subhanahu. Këtë hadith e transmeton Buhariu, Muslimi dhe Imam Ahmed. Pastaj vazhdon Sheikhul Islam i thot: "Wa qala lahu Abu Huraira", thotë ai ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Abu Huraira radhiyallahu anhu: "Man as'adu an-nasi bi shafa'atika." O i dërguar e Allahut, kush është njeri më i lumtur ose që ka më gëzuar më shumë të ndërmjetësimin tonë, që e meriton më shumë të ndërmjetësimin tonë. Kështu ka ardhur, do të thonë hadithin që transmeton Muslimi, është hadith i gjatë. Mes tjera është aty thuhet, edhe pse këto Sheikhul Islami sa përmend këtë fjalë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thënë atina: "Laqad dhanantu ya Abu Hurairata an la yas'alani an hadha al-hadith ahad awwal mink." Thotë e kum dit o Abu Huraira, pra ju kanë bindur që askush para teje s'ka më pyet për këtë hadith. Askush për sahabeve para teje s'ka më bë këtë pyetje. S'ka më pyet për këtë hadith. Lama ra'aytu min hirsika 'ala al-hadith. Gase kum pa kujdesin të madh që kiti për hadithin. Pa dashurinë. Kujdesin e madh që kinda i hadithit, fjalët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot: "As'adu an-nasi bi shafa'ati man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi." Njeriu që më shumë të meriton ndërmjetësimin tim, po që kam ju gëzuar më shumë të ndërmjetësimit tim, është ai i cili thot la ilaha illa Allah sinqerisht pastër pi zemrës time. Për argumentin e parë që sjell autori, pra këtë rast Sheikhul Islami, Allahu mëshiroft, prej sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam po tregon se vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që zotria i gjithë bijve të Ademit, i gjithë njerëzimit. Po ka pozitë lartë te Allah subhanahu wa taala. Askush nuk ka pozitë më të lartë se sa Muhamedi sallallahu alajhi wasallam te Allah. Po tregon se ai nuk e fillon ndërmjetësimin derisa ti lejohet. Po kjo është ajo që përmendun kushti i lejes të Allahut subhanahu wa taala. Kushti i parë që kemi sqaruar derisa të kaluam. Detaje edhe kemi përmendur argumente edhe pi Kuranit. Po kushti i parë që më dhon Allah subhanahu wa taala lejen. Po vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka mundësi me ndërmjetësu pa i dhënë Allah subhanahu wa taala leje. Edhe pra Allah i thot: "Ja Muhammed irfa ra'sak", o Muhammed ngritë kokën tonë,
wa kul yasma wasal tu'ta washfatu shafa. Thuaj, do të dëgjohen fjalët e tua, kërko do të plotësohet kërkesa, edhe ndërmjetëson do të pranohen ndërmjetësime. Në disa transmetime të hadithit shafatit, po kemi thënë që kjo hadith është shumë i gjatë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur tregon se përveç që ka më ndërmjetësuar te Allahu, pasi që Allah e pleje për me fillu gjykimin mes njerëzve, ka më ndërmjetësuar edhe për besimtarët, që Allah subhanahu wa taala mi fut në xhenet. Ata që do thotë me veprat e tyre nuk e kanë merituar xhenetin. Po për shkak gjënave, për shkak mëkateve dhe kështu me radhë. Çka thot pejgamberi sa mes tjerë është atë në hadith thot fa yahiddu li haddan fa udkhiluhum al-janna. Thot Allah ma cakton një grup besimtarëve, thot edhe unë i shpos ata në xhenet. Pra i marr i fut në xhenet. Edhe këto ka përmend pejgamberi shumë herë gjatë hadithit, 2-3 herë, që Allah ja cakton një pjesë besimtare, merr këtë dhe çon në xhenet. Merr këtë dhe çon në xhenet. Po këto be kuptojnë se patjetër do të leja Allahu subhanahu wa taala. Pas pare që me fillu ndërmjetësimin pejgamberit sa thon, mirë po, leja Allahut edhe për ata, të cilët kanë ndërmjetësuar pejgamberin sa thon. Po pejgamberi sa po tregon se Allahu mi cakton kanë me marrë dhe mi çon në xhenet. Jo kanë don me zgjedh kë. Po patjetër do të leja Allahut subhanahu wa taala, edhe çu tham, edhe që Allahu më ka i kënaqur për atë personin, ose me atë personin për cilën ndërmjetësohet. Pastaj këto vjen pyetja tjetër. Pra po kuptojnë që duhet leja prej Allahut subhanahu wa taala. Mirë, po për kanë jap leja Allahut subhanahu wa taala, që me fillu pejgamberi sa ndërmjetësimin, atë përgjigjen hadithën e dytë që ka sjell, pra hadithën e Abu Hurairës, hadithën e dytë që ka sjell Sheikhul Islami. Pra jo vetëm pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mirë po edhe gjithë pejgamberët përveç tina, që kanë më ndërmjetësuar nuk e fillojnë ndërmjetësimin. Po të partë ata. Mirë po ata kërkojnë që më u leju më ndërmjetësuar. Kërkojnë, pra shkojnë që shkallën këtë hadith, për janë sa mi bjenë sejtë dhe Allah të lavdërën, pastaj e merr lejen. Nga se pa kuptojnë që ata nuk e posedojnë, nuk e zotrojnë shafatin, ndërmjetësimin. I gjithë ndërmjetësimi është në zotrimin e Allahut subhanahu wa taala. Po kush është ai për cilin Allah e jep leje pejgamberit sa dhe pejgamberëve të tjerë, po dhe robëve të tjerë devotshëm të Allahut subhanahu, robëve të mirë, që ata më ndërmjetësu për këta persona, po është janë ata me cilët Allahu subhanahu wa taala është i kënaqur. Që shkon këtë hadithën e dytë të Abu Hurairës. Po kur Allah pejgamberi vërtet Abu Huraira për vetë pejgamberin sa thon kush është njeri që më shumë të meriton ndërmjetësimin ton, thot men qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi. Ai që thot la ilaha illa Allah sinqerisht i zemrës tina. Po me këtë person Allah subhanahu wa taala është i kënaqur me ta. Edhe e lejon pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që më ndërmjetësu për ta. Po masi ja pleja i ka më ndërmjetësu. Pa ata cilët janë i ka veçuar Allah subhanahu wa taala me këtë ndërmjetësim. Pa ata cilët i ka veçuar Allah që kanë më arrit këtë ndërmjetësim. Po ndërmjetësimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është janë ata që janë sinqert, njerëz e sinqeritetit, e ikhlasit. Pa ata cilët e kanë realizuar tauhidin e njësimin e Allah subhanahu wa taala madhur. Po janë i thartë të tauhidit. Prandaj këtu be kuptojnë se ky shefat me këto kushte është i mohuar dhe i papranuar prej historive të shirkut. Ngjashëm me këto ka ardhur në Sahih prej pra në Sahih al-Bukhari dhe në Muslim, prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i cili ka thënë li kulli nabiyyin da'watun mustajab. Çdo pejgamber e ka pas një lutje sigurt te Allah subhanahu wa taala që më i përgjigj. Allah ja ka lënë një lutje që ata mu lut për umetin e tyre, edhe Allah më ju përgjigj lutjes tij. Ndërsa lutje tjera, po ata ose ju ka pranuar lutje ose jo. Po një lutje nga pas sigurt për Allah subhanahu wa taala të garantuar që kam ju përgjigj lutjes tim. Thot wa inni ikhtaba'tu da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah. Prandaj shkon hadithe tjera që pejgamberët të tjerë kanë ngut këtë lutje dhe kanë bë do thotë e kanë bë këtë lutje në këtë dunjë, në jetën e kësaj bote. Mirë po thotë unë e kumrujt thotë këtë dua, këtë lutje si ndërmjetësim për umetin tim ditën e Kiametit. Pra që kam ndërmjetësu për ta. Allah kam ju përgjigj lutjes tina. Mirë po, jam sa më i përmend këto kushte që jemi duke i cektur ose duke i shtjellun këtë temë. Thotë ve hiya na'ilatun insha Allah. Prandaj thotë këtë lutje ka më arrit nëse don Allahu. Pra me lejen e Allahut, nëse don Allahu. Insha Allah, nëse don Allahu ka më arrit këtë lutje,
Men mate la yushriku billahi shay'an, ai I cili vdes duke mos I bërë shirk Allahut asgjë. Po as shirk të madh, e sipas disa dietarë as shirk të vogël. Po duke mos I bërë shirk Allahut subhanahu taala, vdes këtë gjendje, nëse don Allah thotë ka më arrit ndërmjetësimin. Po janë këto dy kushte që I përmendon. Po leja Allahut edhe që Allah më kanë I kënaqur, po me zgjedhje dhe me kanë I kënaqur për personin, me personin për cilin e lejon pejgamberi me ndërmjetësu. Edhe ka hadithe të shumta që folën rreth shafatit, gjitha tregojnë se ata të cilët e meritojnë shafatin e pejgamberit, po edhe pejgamberët e tjerë, edhe të melekëve, edhe do thonë njerëzve devotshëm, besimtarë të mirë të Allahut subhanahu taala janë ata të cilët e meritojnë këtë ndërmjetësim janë istarët e tauhidit. Ata të cilët e kanë realizuar tauhidin e Allahut subhanahu taala. Po kuptojnë se është obligim me bë që robi njeriu me njësu Allahun subhanahu taala. Po gjithë fenë e tij me ja kushtu sinqerisht Allahut, pasër vetëm Allahut subhanahu taala. Nëse dëshiron që me meritu shefatin për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që Allahu më ndërmjetësu me këtë shefat. Pastaj Sheikhul Islami Ibn Taymija na ka treguar ne çka është ikhlasi. Po këto po thot khalisan min qalbi, ai që thot la ilaha illallah sinqerisht me ikhlas me zemrën e tij. E ka dhënë definicion shumë shkurt edhe shumë të mirë. Thot el ikhlasu mahabbatullahi wahdahu wa iradatu wajhihi. Ikhlasi është me dashur Allahun subhanahu taala të vetmin. Po mos me dashur askënd ashtu që don Allahun subhanahu taala. Edhe çka thot me pas synim fytyrën e Allahut subhanahu taala. Po me veprat me adhurime tua është që ti me synu me pa fytyrën e Allahut subhanahu taala në xhenet. Kjo është ikhlasi, kjo është sinqeritet. Definicion shumë I shkurt, mirë po shumë përmbledhës. Edhe këto pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na tregon thot khalisan min qalbi, ai që thot la ilaha illallah sinqerisht fi zemrës tij pastër. Me këtë kusht po dalin, po përjashtohen mushrikët ose munafiqët, cilët thonë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah me zemrën, me gjuhën e tyre, mirë po këto e mohojnë me zemrën e tyre. Prandaj munafiqët, po që kanë një fakt të madh, nuk kanë hisën shafat. Po nuk e arrin shafati I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe Allahu dëshminë që e ka thonë munafiqat, po kur kanë dëshmuar shahadetin që e ka thonë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, Allahu ju ka kundërvejgjisë soi dëshmia me dëshminë e tina. Po kur ka dëshmuar që ata janë rënca në thonjën edhe në fjalët e tyre. Po Allahu thotë wallahu ya'lamu innaka la rasulullah. La rasulullah, thotë Allah e din shumë mirë që ti je dërguari I Allahut. Mirë po thotë wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Mirë po thotë Allah dëshmon që munafiqat janë rënca. Janë gënjeshtar. Po dëshminë e tyre Allah e ka azhvesuar me dëshminë e vet. Po ka tregu kodsinë e saj me dëshminë e vet. Qysh është sura Munafiqun në jetën e parë. Po Allah po tregon se në munafiqat në dëshminë e tyre janë rënca, janë gënjeshtar. Po ata nuk e besojnë me zemrën e tyre që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është I dërguari I Allahut. Sigurt e kishin besuar këto bindshëm, ata nuk kishin bërë kufër. Po se kishin shfaqur Islamin edhe më shef kufrin në zemrat e tyre. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë që kjo fjalë do të më dal khalis pi zemrës. Khalis në gjuhën arabe është diçka që është e sigurt, e pastër, pi çdo njollë. Po fjalën tonë kur e thu la ilaha illallah, që e thu sinqerisht pi zemrës, mos me kanë ajo e përzier me syfaqësi, edhe me hipokrizi. Mirë po me thonë vetëm për hir të Allahut subhanahu taala, pra me dëshmu bindshëm me zemrën tonë edhe me gjuhën tonë që la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe Muhamedi është I dërguari. Këta pra e arrin atë ndërmjetësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu për fjalët e Rasulullah qalbihi po kuptojnë që origjina rreth sillet çdo gjë dhe vërtetë çdo gjë është zemra. Pra është origjina. Edhe zemra në këtë fjalë pejgamberi sa nuk është vetëm kuptim abstrakt. Mirë po është diçka reale, pra është zemra, organin cilën e kemi ne në gjoksat tonë. Prandaj Allah subhanahu wa taala thotë fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fi as-sudur. Thotë vërtet nuk verbrohen shikimet, mirë po verbrohen zemrat që janë në gjoksa. Po njeriu devion nuk I verbrohet shikimet, do thonë nuk është problemi te shikimi tina pse s'po e sheh të vërtetën edhe udhëzimin, dritën e udhëzimit. Mirë po problemi është që ju ka verbu zemrën që e ka në gjoksën e tina.
Çuçi ka përmend Allah subhanahu wa taala në këtë ajet. Po ashtu Allah subhanahu wa taala thot: "Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha." A nuk kustojnë ata në tokë që pastaj me pas zemra për me cilave logjikojnë? Po kjo është sura Al-Hajj ajeti 46. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idha salahat salaha al-jasadu kullu, wa idha fasadat fasada al-jasadu kullu." Pat vini re që vërtet në zemër në trup është një organ, një copë mishi. Nëse ajo përmirësohet i gjithë trupi. Nëse ajo prishet i gjithë trupi. Pastaj thotë ala wa hiya al-qalb, kjo është zemra. Kështu po kuptojna kotësinë e mendimit, që është mendim të shumica njerëzve të cilët thonë se mendja dhe logjika apo intelekti është në trup. E vërtetë është që ajo është në zemër. Po nuk mohohet fakti që edhe truni e kryen funksionin e tij, sa i përket kuptumit edhe të mendumit. Mirë po, baza ku është logjika dhe intelekti është zemra, çuçi e pam në këto ajete në këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye Imam Muhamedi ka thonë al-aqlu fil qalb wa lahu ittisalun fil dimagh. Logjika është ose mendja është në zemër, mirë po ajo ka lidhje direkte me trunin. Ka lidhje direkte me trunin. Mirë po, logjika është në zemër. Çuçi ka shëruar Allah subhanahu wa taala këto ajete. Prandaj ai si e thot fjalën e ikhlasit sinqerisht. Fjalën e sinqeritetit, la ilaha illallah, pe zemrës tina sinqerisht. Nëse e thot këto sinqerisht me zemrën tina, po posa e patjetër dohet që ka me punu që me arrit me kënaq këtë adhuruar, po kur thuti la ilaha illallah, nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Atëherë personi i tillë që thot këto sinqerisht me zemrën tina, ka me kërkuar çdo rrugë, çdo mjet që e dërgon deri te kënaqësia e Allahut subhanahu wa taala, cilën po e pohon edhe po dëshmon me zemrën tonë dhe me gjuhën tonë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç tij. Atëherë, përderisa nuk ka të adhuruar, ti do të me adhuru ato. Mi kry adhurimet, urnat me cilat ka obliguar mu ndalu pi ose mu largu pi ndalesa pi harameve që ti ka ndalu Allahu subhanahu wa taala. Pa ai që thot sinqerisht pi zemrës tina, patjetër komi ndjek rrugë, komi kërku rrugë që cilat do t'i ndjek për me arrit deri te kënaqësia ti të adhuruar për Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu në këtë hadith ka argument që nuk do të më thonë fjalën la ilaha illallah vetëm me gjuhë. Edhe i mjafton njeriu që më thon la ilaha illallah me gjuhë dhe më shpëtu për ditën e gjykimit. Mirë, fjalën la ilaha illallah do të më thon me gjuhë edhe me besu me zemër, duke e ditë edhe duke pas një njohuri rreth domethënies saj. Është çështja për cilat tregon kjo fjalë. Na udhëzon edhe na urdhon që mi pranu ato dhe mi zbatu. Ai i cili e thot fjalën la ilaha illallah dhe nuk e din kuptimin e saj, nuk e din domethënien e saj, nuk e din çka tregon edhe veton kjo fjalë. Apo e kundërta. Ai që thot la ilaha illallah dhe nuk e beson. Na çka tregon kjo fjalë, çush janë munafikat, atëherë ky s'ka më pas shefatë në ditën e gjykimit te Allah subhanahu wa taala. Allah nuk ka më leju që pejgamberi sa po tjerë më ndërmjetësu për to. Po patjetër do të më thonë sinqerisht, e thon me gjuhë, mirë po sinqerisht me zemër. Njëri e thot këto sinqerisht me zemër, por e din kuptimin e domethënien e saj. Po këta janë njerëz të ikhlasit, sinqeritetit, ata që e thonë këtë fjali sinqerisht vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Pra zemrat e tyre janë të bindur. E din kuptimin domethënien e saj dhe janë të bindur në çka po e thonë. Po i vetmi i cili e meriton Allahun subhanahu wa taala, do të veçohet edhe njësohet me adhurim është Allahu subhanahu wa taala. Prandaj kjo hadith shumë mirë po na sqaron që nuk ata të cilët kanë shirk nuk kanë hisën në shefatin ndërmjetësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ne e shohim që mushrikët sin të kalumën, sin tashmen, për shembull kalumën kanë bërë gjëra ndryshme për mi kënaq ndërmjetësues të tyre. Po edhe në tashmen e shohim ata të cilët shkojnë tek varret për shembull. Edhe i përkulën aty dhe shkojnë gjunjaz, do ngjojnë i përkulën aty. E vendosin ballën e tyre duke i bërë sejdë, duke forku për atë plonin e tyre, therrin për ta, ju lutën, zotohen në emër tyre. Edhe çka thonë, ta janë evlia, të cilët ndërmjetësojnë për neve te Allahu subhanahu wa taala. Po kjo është e njëjta vepër që kanë bërë mushrikët kaluam. Këta mushrikë do të privohen prej ndërmjetësimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
po për këtij shefati. Po kjo vepër që e bojnë ato, se këto këtë mund që e bojnë ato, këto përpjekje, këtë ju shkojnë këtë. Unë është vesh lodhje pa kur farë dobije. Por kundër asaj ata do të dëmtohen shumë, nga se ata janë duke bërë të njëjtën vepër që kanë bërë mushrik në kalume. Që kanë bërë mushrik në kalume. Prandaj Ibn Qayyim thot, kur e përmend këtë hadithin e Abu Hurairës radhiyallahu anhu, edhe shpjegon thot fata'ammal hadha al-hadith. Medito thot rreth këtij hadithi. Kayfa ja'ala a'zam al-asbab allati tunalu biha shafa'atuhu tajrid at-tauhid. Thot medito se si pejgamberi sa më ka bërë që shkaku më i madh, kryesor, për me cilën ti e arrin shefatin e pejgamberit sa është që e pas tauhid të pastër. Pra me lesu Allah subhanahu wa taala më. Sinqerisht për Allahun subhanahu wa taala, për adhurimin tonë. Aks ma 'inda al-mushrikeen min anna ash-shafa'ata tunalu bi ittikhadhihim shufa'a. Sa të kundërta asaj që mendojnë mushrikët, cilët mendojnë edhe besojnë se shefati arrihet duke marrë ndërmjetësa mes tyre mes Allahut subhanahu wa taala. Wa ibadatihim, edhe duke adhuruar ata, pra duke u kushtuar një pjesë të adhurimit dhe të ibadetit. Wa muwalatihim min dunillah, edhe duke marrë ata si miq dashur vend të Allahut subhanahu wa taala, po duke i dashur ashtu siç duhet Allahu subhanahu wa taala, ndoshta edhe më shumë. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب. Ata pejgamberi sa më ka treguar që është e kundërta asaj çka këta pretendojnë edhe mendojnë. Po pretendimet e tyre të rrajshme. Pa ka treguar të kundërtën. E ka rrotulluar këtë meselë. Edhe çka thot wa akhbara anna sabab ash-shafa'a tajrid at-tauhid. Edhe ka treguar që shkaku për meselën se arrit shafati është me pastru tauhidin. Po adhurimin tonë me pasër vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Fa hina idhin ya'dhan Allahu lish-shafi an yashfa'. Sot atëherë Allah subhanahu wa taala ja lejon ndërmjetësuesi që më ndërmjetësu, pra për këtë person, i cili e pastron tauhidin e tij. Wa min jahli al-mushrik i'tiqaduhu anna man ittakhadhahu waliyan aw shafi'an annahu yashfa'u lahu wa yanfa'uhu 'inda Allah. Ata për ignorancës të mushrikët është mendimi i tij ose besimi i tij që atë cilën e ka marrë ndërmjetës mes tij dhe mes Allahut subhanahu wa taala, thot beson që ai ka më ndërmjetësuar gjithsesi te Allahu, edhe ka më bë dobi. Po pa i dhënë leje Allah subhanahu wa taala. Edhe vazhdon thot kema yakunu khawasul al-muluki wal wulati tanfa'u man walahum. Sa çysh është kanë menduar se gjani është sikur të mbretërit e kësaj bote ose udhëheqësat. Po udhëheqësat e shtetit, thotë që kanë njerëz të veçantë që i mojnë afër vetes. Do të thotë njerëz shkojnë dhe kërkojnë ndërmjetësim për tyre që më ndërmjetësu te udhëheqësi ose te mbreti. Do të kanë menduar që njëjta gjë është edhe te Allahu subhanahu wa taala. Wa lam ya'lamu anna Allaha la yashfa'u 'indahu ahadun illa bi idhnihi. Mirë po thotë këta nuk e kanë ditë që te Allahu nuk ka mundësi më ndërmjetësu askush veçse pasi që t'i jap leje Allahu subhanahu wa taala. Por nuk është sikur te njerëzit. Që ai i cili është afër udhëheqës se shkon ndërmjetëson te ai pa marrë leje pitin, ose pa i dhënë leje ai hesh. Wa la ya'dhanu fi ash-shafa'ati illa man radiya qawluhu wa 'amaluhu, thot Allah subhanahu wa taala nuk i lejon kurkuj më ndërmjetësu për askën, vetëm për atë person me të cilin ose me fjalët dhe veprat të cilët është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. E çu kemi sharuar derisa të kaluam me këta janë, edhe tash i përmendëm argumentet tona e ehlut tauhidin. I thortë tauhidin. Pastaj Ibn Qayyim i përmend argumente që tregojnë për këto, që janë të njëjtat argumente që i ka përmendur autori në këtë temë. Pastaj vazhdon Sheikhul Islam Ibn Taymija thot: "Fa tilka shafa'atu li ahli al-ikhlas bi idhnillah, wa la takunu liman ashraka billah." Prandaj thot ky ndërmjetësim është për istar të ikhlasit me lejen e Allahut. Ata kanë marrë këtë ndërmjetësim. Edhe kurse si nuk ka mundësi që ata që kanë bërë shirk Allah subhanahu wa taala me ju leju apo me arrit ndërmjetësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo tjerëve. Qase ai cili bën shirk Allah subhanahu wa taala, Allah çka ka dhënë për to? Wala tanfa'uhum shafa'atu ash-shafi'in. Atyre nuk ju bën dobi ndërmjetësimi kënd ndërmjetësues. Kënd njerëz më shumë ndërmjetësu për to nuk ju bën dobi te Allah. Asa Allah nuk lejon që mu ndërmjetësu. Prandaj kur piksoja del kuptimi se ata cilët ju drejtohen vdekurve, pavarësisht kush janë këta të vdekur, a janë pejgamber të dërguar apo janë njerëz devotshëm, evliya shuj. Nëse ju drejtohet aty dhe kërkon shefat, ndërmjetësim për tyre, atëra është mushrik. Po nëse ti dikush shkon edhe i thot në të vdekurit,
unë po të lutem aty, ndërmjetëso për mua te Allah subhanahu wa taala. Po shkon te pejgamberi sa, o i dërguari Allah, ndërmjetëso për mua te Allah. Çka ka bën këtë rast? Ka bërë shirk. Pse? Po e lut dikon vend te Allah subhanahu wa taala. E duaja, lutja dikujt tjetër përveç Allah subhanahu wa taala është shirk. Qase duaja është vetë adhurimi. Po duaja duhet të drejtohet vetëm Allahut subhanahu wa taala. Prandaj tjetra është se këta dhe nuk e zotrojnë shefatin ndërmjetësimin, çfarë sqaron deri tash. Po këta kanë mundësi me ndërmjetësuar ditën e Kiametit vetëm pasi që Allah subhanahu wa taala t'i jep leje dhe pasi që Allah është i kënaqur me ta. Edhe me atë për cilën ndërmjetësohet. Allah subhanahu wa taala pra është i kënaqur vetëm me ehlut tauhid, me historitë të tauhidit. Historitë të tauhidit nuk e kërkojnë ndërmjetësimin për të vdekurve. Nuk e kërkojnë për askujt për të vdekurve që ai më ndërmjetësu për ta. Mirë po, këta kërkojnë vetëm për Allah subhanahu wa taala. Qase vetëm Allah do t'i drejtohen me lutje, me dua. Po më thonë Allah, bëna Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ndërmjetës për mua. E kështu më radh. Prandaj çdo kush i cili e kërkon shefatin për një të vdekurin, atëherë e ka privuar veten e tij prej vetë këtij shefati. Qase i ka bërë shirk Allah subhanahu wa taala. E shefatin cilin ka shirk, Allah po tregon që e ka mohuar dhe nuk e pranon. Kurse Allah po tregon që vetëm një shefatin pranon ajo shefati në cili plotson kushtet. Po pasi që të plejë Allahu subhanahu wa taala, edhe që është vetëm për ehlul ikhlas, për historitë, për sinqeritet, për historitë e sinqeritetit. Prandaj mushriku kurse si nuk ka hise në shefatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj vazhdon Sheikhul Islam i thotë: "Wa haqiqatuhu", dhe realiteti i tij, pra realiteti i çështjes shefatit është po e sqaron, çka është realiteti, thotë: "Anna Allah subhanahu huwa alladhi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas." Ose Allah subhanahu wa taala thotë përmes këtij shefati i bën mirë, po i begaton ehlul ikhlasin. Po i startë ikhlasit, njerëz të sinqertë. Fa yaghfiru lahum biwasitati du'ai man adhina lahu an yashfa'a li yukrimahu. Prandaj thotë Allah subhanahu wa taala me ndërmjetësimin e duas këtyne që ja ka lejuar, po përmes duas këtyre që ja ka lejuar me ndërmjetësu, ja fal këtyne mëkatet. E këto thotë Allah subhanahu wa taala e bën, pa lejon me ndërmjetësu në mënyrë që mi ndëru ata. Realiteti i shefatit është kjo, që Allah subhanahu wa taala po don me ndëru. Wa yanalu al-maqam al-mahmud, wa yanalu al-maqam al-mahmud, thotë edhe ky ndërmjetësuesi, pra shefatxhia me arrit al-maqam al-mahmud, pozitën e lavdruar. Po këto fjalë Sheikhul Islamit janë për me tregu realitetin e shefatit. Nga se që kemi përmend dersën e kaluar edhe sot, po e përmendëm pak, është se Allahu subhanahu wa taala ka mohuar që dikush me zotru shefatin përveç tij. Po çështë thotë Allahu, po tregon që shefati është një çështje e veçantë vetëm për Allah subhanahu wa taala. Po vetëm në zotrimin pozitiv. Çka thotë Allahu? Kul lillahi ash-shafa'atu jami'a. Po ajeti 44 i surës Zumar. Thuaj i gjithë shefati takon vetëm Allah subhanahu wa taala. Prandaj kjo lami që orë këtu, kjo pjesë e lillah tregon mulk. Po në gjuhën arabe kur vjen ky lami tregon që ai për cilin ose para emrit para cilit vjen ky lami është që ai posedon atë gjë, e zotron. Prandaj Allah në këtë ajet po thotë që Allah është ai i cili e zotron dhe posedon shefatin, askush tjetër përveç tij. Po shefati është në posedimin e zotrimin vetëm të Allahut subhanahu wa taala, tas kujt tjetër përveç tij. Lillah, vetëm për Allah subhanahu wa taala. Ose çu shka thon ajetin tjetër, leysa lahum min dunihi waliyun wala shafi'. Ajeti 59 surës An-Nam. As ata përveç Allahut ditën e Kiametit s'kanë pas as wali ndihmtar, as shafi'. Kurse ajetin cilin ka ardhur inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu, që kemi pranë dersën e kaluar, vërtet wali juve është Allahu dhe i dërguari i tij, walladhina amanu, ata që kanë besuar. Qëllimi është që miki juaj, ai që ju duhet ta duani, edhe është Allahu i dërguari i tij dhe besimtarët. Këta do të më marr për mish, për dashur. Pra shefati është vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Edhe çu shefon kanë argumente shumëta që e mohojnë shefatin për mushrik. Po që mushrik nuk kanë mundësi me arrit shefatin. Prandaj shefati dobishëm është po që i bën dobi dikujt është vetëm shefati që i bën dobi vetëm njerëzve të ikhlasit, njerëz të do thonë të sinqertë. Edhe kjo është me dy kushte, thon. Me lejen e Allahut
edhe pas kënaqësisë të Allahut subhanahu wa taala. Pasi që Allah është i kënaqur me ndërmjetësues. Atëherë këto kemi e sqaruar edhe sot do kemi sqaruar derisa të kaluam. Atëherë cili është realiteti i shefatit? Pse më ndodh shefati? Pra cili është realiteti i ndodhjes së shefatit? Çish arrihet ajo? Përgjigjen për këtë kemi në fjalët e Sheikhul Islamit, po cili po tregon se shefati është mirësi prej Allahut subhanahu wa taala, dhunti, begati, me cilën Allah subhanahu wa taala don mi begatu disa prej njerëzve që kanë qenë sinqert, pra kanë thënë fjalën la ilaha illallah sinqerisht për Allahun. Po për këta persona Allah subhanahu wa taala lejon që tjerët më ndërmjetësu. E kjo është mirësi prej Allahut subhanahu wa taala, po begati prej tij ndaj tyre. Prandaj ehlul ikhlasit. Çu shkon në hadithin e Buhariut që përmendëm më herët, po ai që më shumë të meriton shefatin ose që kam ju gëzuar më shumë ti. Shefatit pejgamberit sa është men qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Ai që thot la ilaha illallah sinqerisht për zemrën e tij. Ose në transmetim tjetër thot khalisan min qalbihi wa nafsihi. Ai që thot sinqerisht për zemrës dhe vetes tij. Ose në transmetim tjetër thot mukhlisan, duke qenë i sinqert. Yusaddiqu lisanuhu qalbuhu wa qalbuhu lisanuhu. Thotë që zemra e tij e vërteton, gjuha e tij e vërteton zemrën e tij, dhe zemra e tij e vërteton gjuhën e tij. Po vjen përputhje të plot me zemrës edhe gjuhës kur ka thotë këtë fjalë. Pra ehlul ikhlasi janë ata që e meritojnë shefatin, po të sinqertit. Pse Allah subhanahu wa taala don mi nderu ata? Po përmes shefatit don mi bëj kram, mi nderu ata. Po ai i cili e dhuron shefatin, dhuruesi i shefatit është Allahu subhanahu wa taala. Ai i cili ta dhuron ty shefatin, edhe dohon ta jap si mirësi pitina, si dhunti, begati pe Allah subhanahu wa taala, pra është vetë Allah. Atëherë përderisa po e sharon apo e kuptojnë ato, që shpresoj Sheikhul Islami, atëherë kjo na tregon neve që zemra e besimtarit, zemra e njeriu duhet të jetë e shkputur komplet për lidhjes me dikon tjetër përveç Allah subhanahu wa taala. Sidomos kur është çështja të kërkimit të shefatit. Ka sa ata që ju kanë drejtuar të adhuruar të tjerë, ndryshëm, që janë melekt apo pejgambert, apo avliat, dashurit e Allah, njerëz të devotshëm kështu me radhë, pse ju kanë drejtuar aty me adhurime? Po pse i kanë adhuruar ata me Allah subhanahu wa taala? Nga se ka shpresuar që këta ndërmjetësojnë te Allah subhanahu. Kjo ka qenë qëllimi i tyre. Edhe Allah këto shënon shumë në Kur'an. Në surën Yunus ajetin 18. Çka thot? Masi tregon se ata adhurojnë tjerë përveç Allahut, thot wa yaquluna haula'i shufa'auna 'inda Allah. Këta janë ndërmjetësit tonë te Allahu, por ata pi adhurojnë ata. Kur i pyet pse po adhuron këta me Allahut? Pse pi ndoni pjesë të adhurimit? Po pi adhuron ashtu siç adhurohet Allahu. Po ata thonë, ata e ndërmjetësit tonë të Allahu subhanahu wa taala. Po përdej sa Allah, to ajete po e tregon kotësin, ose po azhëson mundësin që ata me pas shefan ndërmjetësim, apo po tregon që i vetmi i cili të begaton ty me ndërmjetësim është Allahu subhanahu wa taala, edhe Allahu do thot me këtë ndërmjetësim i begaton vetëm ehlul ikhlasin, po të sinqertit, edhe aty ne ja fal përmes duas të ndërmjetësuesve, po pasi që Allah subhanahu wa taala t'i jep leje, atëherë kjo na tregon që këtë ndërmjetësim do të më lyp vetëm prej Allah, me kërku vetëm prej Allah subhanahu wa taala. Po nuk është në shefati ashtu siç mendojnë mushrikët apo ignorantët që thua më herët ndërmjetësimi është një çështje që ndërmjetësuesi kur don mundet fillimisht me shkollën me ndërmjetësues te Allah subhanahu wa taala sipas dëshirës tij. Edhe shtin xhenet kondon, edhe nxjerr pe xhenami kondon. Kështu mendojnë ata. Pra që i fillimisht shkon te Allah subhanahu wa taala, ndërmjetëson edhe shtin xhenet kondon edhe e nxjerr pe xhenamit kondon. Po, çu shtanë, për këtë arsye ata i adhurojnë vdekurit apo të tjerë përveç Allahut subhanahu wa taala. Dhe çu treguan dietar, ata kur shkojnë edhe vizitojnë ta vdekurit te varret e tyre, çfarë besimi kanë? Ata besojnë se ky i varrosur, ky vdekurit që është këtu, i cili madhrohet edhe respektohet për tjerëve. Besojnë që shpirti i tij ka pozitë te Allahu subhanahu wa taala, po ka afërsi, pozitë lartë te Allahu subhanahu wa taala, thotë këtij shpirti që është këtë varr vazhdimisht i vijnë edhe hedhen me to derdh me to drita edhe të mira pe Allahu subhanahu wa taala me shpirtin e tij. Ton kohën vazhdimisht. Kështu që thotë ti kur shkosh te varri tina me vizitu, edhe do thotë
shpirtin tonë ose zemrën tonë e lidh me shpirtin e tina, edhe afrohesh sa më afër shpirtit tina, atëherë thonë edhe ty të kom një pjesë të këtyre mirësive, edhe këtyre dritave hyjnore, sipas tyre që i zbresin për këtë shpirt. Po edhe ty do thotë prek apo të kom një pjesë të tyre. Pse thotë ti ke shkuar ju ka afruar tina sa më afër. Do thotë përmes tina edhe ty të vjen një pjesë e këtyre të mirave. Thotë njëjtë sikur njeriu kur shkon edhe dal para pasqyrës dhe pastaj një pjesë e rrezave të diellit apo rrezave të tjera, po i reflekton pasqyra apo i reflekton uji i kthjellë që është, edhe i bin këtij në fytyrë ose në trup. Thotë një ndër në mënyrë kur shkon ti, edhe qëndron aty me përnderim, edhe madhrim, edhe mundohesh sa më shumë i afru këtij të vdekurit. Edhe gjithë qëllimin, synimin ton e drejton drejt tina. Po drejtohesh komplet. Saqë ti thotë nuk drejtohesh tek askush tjetër veç se tek ky vdekurit. Po koncentrohesh e drejtohesh komplet tek. Me gjithë qenjen tonë, thotë atë sa më shumë që të e vepron këto, aq më shumë thotë ti të vijnë pikë këtyre mirësive, pikë këtyre hajrateve që i zbresin këtyre, po mirësive sipas tyre hyjnore, edhe ti do thotë afrohesh sa më afër tina, të rrog dobia tina dhe ndërmjetësimin tina te Allahu subhanahu wa taala. Po ki hisa më shumë në ndërmjetësimin e tina ta. Edhe Ibn Kaimi fol për këto dhe tregon, thotë shumë mirë tregon këtë çështje në disa fjalë tina thotë wa qad dhakara hadhihi az-ziyarata ala hadha al-wajh Ibn Sina wal-Farabi wa ghayruhuma. Thotë këtë ziyarat, këtë vizitë varreve, në këtë formë thotë spore që kam përmend është Ibn Sina, që është i njohur në mesin e muslimanëve si mjeku ose shkencëtar i njohur. Ja pse ai ka shumë kufriate dhe shumë shirkiate. Prandaj nuk bën atë person mi atribu islamit, s'ka qenë musliman ai, ka pas kufër të madh. Edhe Farabi gjithashtu thotë, të partin që kanë përmend edhe të tjerë përveç tyre, e kanë përmend këtë lloj të vizitës. Edhe vazhdon thotë wasarraha biha ubadul kawakib. Thotë mirë po para tyne e kanë përmend në mënyrë të qartë, janë prononcuar për këtë lloj vizitës sot adhurues të yjeve dhe të planeteve. Fi ibadatiha, kur i kanë adhuruar ata në vend të Allahut subhanahu wa taala. Wa qalu, çka kanë thonë ata adhurues të yjeve? Edhe këta të mëdhenshëm që do thotë këtë akide, këtë besim e kanë marrë pytyre, thotë idha ta'allaqat an-nafsu an-natiqatu bil arwah al-ulawiyya fa'adha 'alayha minha an-nur. Thotë nëse shpirti shkon edhe i viziton ato varre, edhe flet me shpirtat që janë lart, po në pjesën e lartë aty në qiell, thotë atëherë pytyne zbret mbi ta dritë. Kur shpirti yt lidhet me ta, atëherë thotë vjen drita që janë yjet në ata shpirtat që janë vendosur në yjet dhe në planetë dhe do thonë ajo dritë zbret edhe te ti. Wa bi hadha sirri ubadat al-kawakib. Thotë ky është ai sekreti që tregon se pse janë adhuru yjet dhe planetët në vend të Allahut subhanahu wa taala. Wa tukhidhat lahal hayaqin. Thotë për këtë arsye janë ndërtuar tempoj për adhurimin e këtyre yjet dhe planetëve. Wa sunnifat lahat da'wat. Thotë janë veçu dua dhe lutje caktuar për këta yje. Edhe vazhdon thotë wa tukhidhat al-asnam al-mujassadati laha. Al-asnam al-mujassadati laha. Al-mujassadati laha. Thotë edhe pastaj kanë marrë figura, statuja në forma aty në yjeve dhe i kanë adhuruar vend të Allahut subhanahu wa taala. Wa pastaj kjo është ajo që më intereson. Thotë wa hadha bi'aynihi huwa alladhi awjaba 'ubad al-qubur ittikhadha a'yad. Thotë kjo është shkaku i njëjtë, arsyeja e njëjtë që i ka detyruar adhurues të varreve mi marr ato varre për vizitë të vazhdueshme, po mi vizituar me adhuruar të Allahut. E njëjtë shkak, e njëjtë arsye. Sikur të adhurues të yjeve. Wa ta'liqi suturi 'alayha, sa të që kanë ndërtuar mbi to dhe kanë vendos perdë mbi to. Po do thonë të njerëz kur e kanë konsideruar një vend të shajt, një vend që madhrohet dhe do të respektohet, kanë vendosur mbi to mbulojë, perdë. Sikur që vendosin muslimanët perdë ose mbulojë për mbi çape. Ta nga shku të varët, e kanë bërë aty një ndërtesë dhe kanë vendosur mbuloja me to, sikur të mbuloja çapës. Wa iqadi surati 'alayha, sa do të kanë dhënë qirin. Llamba qirin te këto varre. Wa bina al-masajid 'alayha, sa do të kanë ndërtuar faltore mbi to, xhamia. Wa huwa alladhi qasada ar-rasul ibtalahu wa mahwahu bil kulliyah. Sa mirë, po ky është ai shirku që pejgamberi sa më ka pas për qëllim dhe për synim, pra misioni për cilën e ka dërguar Allahu subhanahu wa taala
me shkatrua dhe me fshipi faqes zejut totalisht. Kjo është i njëjti shirk me cilën pejgamberi u dërgua me hjek ato pi faqes zejut. E thot wasad dhira'i al-mufdiyati ilayhi. Kjo është ai shirku që pejgamberi është dërguar që mi pengu rrugët, mjetet që dërgojnë drejt këtij shirku. Po i ka ndaluar gjitha rrugët që shojnë deri te ky shirk. Fa waqafa al-mushrikuna fi tariqihi. Mirë po thot mushrikët, ku ne pejgamberi kanë qendruar, kanë dalë përballë atij në rrugën e tij. Se kanë lënë çaj me përhap kët dallet. E kanë pengu. Wa naqaduhu fi qasdihi, edhe kanë kundërshtuar në qëllimet dhe synimet e tij. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi shakk wa haula fi shakk. Prandaj thot pejgamberi ka qenë në një anë këtë tjetër, ata në një anë këtë tjetër. Po kjo është feja pejgamberit sa me cilën është dërguar, për cilën puna shanon Ibn Qayyim. Wa hadha alladhi dhakarahu haula al-mushrikun fi ziyarati al-qubur huwa ash-shafa'atu alladhi dhannu anna alihatuhum tanfa'uhum biha. Sot kjo cilën e ka përmend këta mushrik, kur i vizitojnë tavarët, është e njëjta që kanë vepruar ata. Që janë menduar se ndërmjetësimi, cilën ata e besojnë edhe mendojnë, po për këtë të adhuruar zota që adhurojnë me të Allah, për këtë të vdekurit, pa që janë varë, po besojnë që këta ju bojnë dobi te Allahu subhanahu wa taala. Wa tashfa'u lahum 'inda Allah, ata i ndërmjetësojnë te Allahu. Qalu, sa gjithashtu ata thonë, fa inna al-'abda idha ta'allaqa ruhuhu bi ruhi al-wajih al-muqarrab 'inda Allah. Thonë nëse njëri shpirti i tij lidhet direkt, edhe lidhet fort me shpirtin e atij të vdekurit, që ka pozitë te Allahu subhanahu wa taala, sipas tyre, do ka pozitë lart te Allahu subhanahu wa taala. Wa tawajjaha bi himmatihi ilayhi, sot edhe këtë synimin, qëllimin e tij drejton te ky i vdekurit. Wa aqafa bi qalbihi alayhi, sot edhe qëndron me zemrën e tij, me përnderim para tij, me madhrim, me respektim, qëndron para këtij të vdekur edhe shpirtit të tij. Çfarë thonë këta? Sara bainahu wa bainahu ittisalun yufidu bihi alayhi minhu nasibun mimma yahsul lahu min Allah. Sot atëherë, nëse vepron këto më një herë mes shpirtit të tij dhe shpirtit të vdekur, krijohet një lidhje. Që për shkak kësaj na thot pastaj këtij na vin një hise aty në të mirave, të cilat i arrin ky i vdekur. Pe Allah subhanahu wa taala. Po sipas pretendimit tim. Fa ma yahsul li dhalika sultan min al-in'am, pastaj vazhdon thot wa shabbahu dhalika biman yakhdimu dha jahin wa hadwatin wa qurbin min as-sultan. Sot ata këtë formë të adhurimit të tyre thotë kanë përngjasuar dhe kanë krahasuar me dikon i cili shërben, dikujt i cili ka pozitë të lartë. Po sultani, pushtetari, mbreti, kështu me radhë. Fa huwa shadidu ta'alluq bihi, thotë ai i cili është afër tina ka lidhje të fortë me ta. Ai i cili është afër udhëheqësit ka lidhje të fortë me ta. Fa ma yahsul li dhalika sultani min al-in'am wal-ifdal yanalu dhalika al-muta'alliq yanalu dhalika al-muta'alliq bihasabi ta'alluq bihi. Prandaj thotë ashtu sikur ky i cili është afër sultanit, afër udhëheqësit, afër mbretit, i cili thotë i vin të mira, mirësi pi mbretit, pra vazhdimisht i dhuron mbretit diçka. E atë thotë nëse lidhesh me këto që i shërben sultanit, thotë edhe ty të pasaj trok në hise këtyre të mirave. Thotë njëjtë është edhe ti kur i drejtohesh këtij vdekurit, i cili ka pozitë Allah subhanahu. Nëse ti lidhesh direkt, do thotë me ta dhe i drejtohesh atij, edhe shpirti jote se zemra jote lidhet vetëm me ato. Po i gjithë synimi dhe qëllimi jot është vetëm që ato me kënaqësi, thotë atëherë në varësi të lidhjes tonë që e ke me to, thotë edhe ty të vinë pikë këtyre të mirave. Po sa më shumë që lidhesh, aq më shumë vinë pikë të mirave të Allah. Po kështu e kanë bërë këtë krahasim mushrik bashkuar. Prandaj thotë fa hadha sirru ibadati al-asnami. Thotë kjo është sekreti ose ai kodi sekret për shkak të cilit ju na adhuru idhujt të kaluamën. Edhe gjëra të tjera ment Allah subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi ba'atha Allahu rusulahu wa anzala kutubahu bi ibtalihi wa takfiri ashabihi. Mirpo kjo është i njëjti shirk për cilën Allah subhanahu wa taala ka zbrit libra dhe ka dërguar pejgamber me tregu kotësinë e tina dhe me azhësu ata. Dhe me tregu se ata që vinë këtë shirk janë kafira, janë jo besimtarë. Wa awjaba lahum an-nar, thotë edhe Allah ka treguar se përfundimi i tyre do të jetë zjarri i xhenemit. Wal Qur'anu min awwalihi ila akhirihi mamluun min ar-radd ala ahlihi. Thotë edhe Kurani pi fillimit deri në fund është i stërmbushur me ajete që e kundërshtojnë këtë shirk, edhe i startë këtij shirku. Mo i vdal madhhabihim edhe tregon thotë kotësinë e drejtimit apo fesë në rrugën që cilën janë ata.
Po këtu mundet dikuj mi lind një pyetje dhe më thon, pse Allahu subhanahu wa taala po don mi begatu këta persona që po don mi u fal gjinohet, mundet do thotë që ata mi u fal gjinohet edhe pa ndërmjesa. Pa ardh do thonë ndërmjetësimi i dikujve të Allahut subhanahu wa taala. Po pa ndërmjetësimi pe dikuj, pra që shkon edhe lut Allahun mi u fal aty. Pse Allah subhanahu wa taala po jep leje tjerëve që më ndërmjetësu për dikon që Allah subhanahu wa taala e don atë. Shehul Islami i përgjigjet kësaj pyetje po thotë liu krime hum, mënyrë që më ndërua ato. Pra Allahu subhanahu wa taala kur e lejon dikon më ndërmjetësu për tjetrën, atëherë Allah subhanahu wa taala po don me shfaq, me nxjerr pa vlerën e ndërmjetësuesit. Po që ai ka pozitë lartë te Allah subhanahu wa taala. Ai është i ngritur te Allah subhanahu wa taala. Mirë, po gjithashtu Allah subhanahu wa taala tjetra pse e don e lejon ato me ndërmjetësu është që me ndëru ato. Po kur ja këtë pozitë kaq lart me ndërmjetësimin, Allah subhanahu wa taala po don me ndëru ato. Po edhe me shfaq pozitën e lart, mirë, po edhe me është si ndërim prej Allah subhanahu wa taala. Ka se ne e dim, pra është e ditur që ndërmjetësuesi, cili ti pranohet shefatet e Allah subhanahu wa taala, nuk është njëjtën pozitë që është edhe personi për cilin ndërmjetësohet. Alhamdulillah. Po ka pozitë më të lartë te Allah subhanahu wa taala. Prandaj Allah përmes këtij ndërmjetësimi po don me shfaq dërimet e tij ndaj këtij ndërmjetësuesi. Po këtë që ndërmjetëson. Mirë, po njëndë e ko Allahu subhanahu wa taala po don me ndëru edhe personin për cilin ndërmjetësohet. Jo vetëm personin që ndërmjetëson, por atë për cilin ndërmjetësohet. Edhe gjithashtu me shfaq edhe mëshirën e tina ndaj ndërmjetësuesit edhe personit për cilin ndërmjetëson. Nga se ka mundësi se ai i cili ndërmjetëson me pas afërsi me dikon, apo ka dikon që e don, prandaj ai dëshiron që me ndërmjetësu për ta te Allahu subhanahu wa taala. Kështu që do thonë e dina përmes haditheve sakta që ndërmjetësimi ditën e Kiametit për mëkatarët e mëdhenj, për njerëz që kanë bërë gjinoha të mëdha, nuk është e veçantë vetëm për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, që kemi përmend dersën e parë. Mirë po, për këta mëkatarët të ndërmjetësojnë edhe pejgamberët e tjerë, edhe melekët, edhe njerëz të devotshëm me kështu me radhë. Po gjitha këto ndërmjetësime që dallojnë njëra prej tjetrës, dhe që bëhen për mëkatarët që i kanë bërë gjuna Allahu subhanahu wa taala, Allah i ka bërë që po i lejon këto ndërmjetësime, s'pari pra me ndëru ndërmjetësuesin edhe me tregu mëshirë ndaj tij. Edhe e dyta, gjithashtu me tregu mëshirë për personin për cilin ndërmjetësohet. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala dëshiron me tregu mirësinë edhe begatinë e tij ndaj ndërmjetësuesit edhe personin për cilin ndërmjetësohet. Kjo është qëllimi pse Allah subhanahu wa taala ka lejuar shafat. Po ndryshe Allah subhanahu wa taala ka më shumë lehtë që njerëzit më ofal edhe pa ndërmjetësimin e tjerëve. Edhe këto autori po thotë lienal el maqam el mahmud, e lejon pra Allah subhanahu wa taala këtë ndërmjetësim që ai ndërmjetësuesi me arrit el maqam el mahmud, pozitën e lavdruar. Po pse quhet el maqam el mahmud, pozita ose vendi i lavdruar? Nga se njerëzit e lavdrojnë edhe falenderojnë për këtë gjë. Ai që më shumë të ka hise në maqam el mahmud është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nga se Allah subhanahu wa taala i ka premtuar atina që ka më ringjallë me maqam el mahmud, në një vend të lavdruar, në një pozitë lartë të lavdruar. E pi maqam el mahmud që Allah subhanahu wa taala ja pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po edhe tjerëve është se Allahu e pranon shefatin e tina. Po pasi që pejgamberët që kanë pozitë më të lartë Allah, që shunu ulul azm, nuk ndërmjetësojnë që Allah subhanahu wa taala më fillu gjykimin mes njerëzve. Po gjithë ja kthejnë shpinën këtij ndërmjetësimi dhe thonë nefsi, shpirti im ose vetja ime. Po unë sot jam e kam gojë vetëm veten time. Pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është ai i cili ndërmjetëson. I po gjithashtu edhe çdo kush prej besimtarëve që ka më ndërmjetësu për ditën e Kiametit për dikon tjetër, edhe atij takon një pozitë e lavdruar, po me kamu mahmud. Varësi të ndërmjetësimit tina. Po sa më i lartë ndërmjetësimit tina, sa më shumë që ndërmjetëson, ka pas pozitë më të lartë te Allahu subhanahu wa taala. Ka pas në vend një pozitë më të lavdruar. Po çdo kush i ndërmjetëson, po nuk është edhe pse me kamu mahmud, më i madh i takon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po secili që thoshte Sheikh Uthaymin, i cili ndërmjetëson ditën e Kiametit, ka pas një maqam mahmud, një pozitë ngritur, një pozitë lartë të lavdruar. Edhe Ibn Jariri thot, qala aktharu ahli at-tawil ذلك المقام الذي يقومه صلى الله عليه وسلم وهو الشفاعة للناس ليريحهم
rabbuhum mimma hum fihi min shiddati dhalika al-yawm. Tash kjo maqam Mahmud që përmend, thot shumica e interpretuesve, komentuesve të Kuranit thonë se është ndërmjetësimi që kemë bë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që Allahu mi rahatu ata, po mi shpëtu pi vështirësisë të mëdha të ditës së gjykimit, po me fillu gjykimin mes tyre. Qala Ibn Abbas, Ibn Abbas e ka thonë në maqamul Mahmud maqamu shafa'a. Në maqamul Mahmud thotë është pozita e shefatit që Allah subhanahu wa taala ja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra çaj shefati i madh që quhet. Po ashtu këtë ka thonë edhe Ibn Abi Najih prej Mujahidit, franzansit Ibn Abbas. Qatadia ka thonë huwa awwalu man tunshaqu anhu al-ard. Pejgamberi sa është i pari që i hapet toka kur të ngjallën njerëz, i hapet varri. I pari pra që del mbi sipërfaqen e tokës kur njerëz të ngjallën. Wa huwa awwalu shafi, thoshte është i pari që ka më ndërmjetësuar, që shkon në hadithe të sakta për këtë. Wa kana ahlu al-ilm yarawna annahu al-maqam. Sot prandaj dietar thonë se kjo është çaj maqamu Mahmud që Allah ja ka premtuar pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra edhe që ka i parë që ka më çel toka, pra ka më dal jashtë sipërfaqe, mirë po i parë që ka më fillu ndërmjetësimin. Pra si përfundim mund të them që realiteti i shefatit ndërmjetësimit është se ai ndodh ose vjen si mirësi prej Allahut subhanahu wa taala për personin. Pra Allah jep mirësi ose begaton personin për cilën e lejon mund ndërmjetësu. Gjithashtu edhe ndaron ata. Po personi i cili ndërmjetëson mirë po edhe personin për cilin ndërmjetëson. Pra Allah subhanahu wa taala dëshiron që mi begatu ata me mirësitë e tina. Po gjithashtu do thotë e shfaqet mëshirën e tina ndaj tyre. Po ndan ndërmjetësuesit ndaj atij që pranohet ndërmjetësimi ose për cilën e lejon me ndërmjetësu Allah subhanahu wa taala. Çka na tregon këtë kjo? Kjo na tregon madhështinë e Allahut subhanahu wa taala. Po që Allah është shumë i madh, është madhështor. Po që Allah subhanahu wa taala është veçuar me sundim edhe me zotrim. Po ashtu Allah subhanahu wa taala është veçuar me drejtimin edhe udhëheqjen e këtij kozmosi dhe këtij krijesave të tij. Po Allah subhanahu wa taala e mbron këndon, mirë po askush nuk ka mundësi mu mbrojt prej Allahut subhanahu wa taala. Prandaj nga kjo na del se i gjithë shefati është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Po ndërmjetësimi është i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala, ai e zotron ato. Po Allahu s'pare zotron gjithë çështjen. Po çdo gjë është në dorën e zotrimin e Allahut subhanahu wa taala. E këto hyn edhe shefati. Prandaj askush nuk ka mundësi me sëndu apo me zotru diçka në këtë univers. Mirë po Allahu subhanahu wa taala kur e lejon ndërmjetësimin çfarë thon? E shfaq mirësinë e tina, bamirësinë e tina, dhuntitë e tina, begatinë e tina, mëshirën e tina, nderimin e tina, në mënyrë që zemrat mu lidh vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Po kjo është realiteti ose arsyeja pse Allah subhanahu wa taala urtësia pse Allah lejon shefatin. Do të thonë që zemrat e njerëzve mu lidh vetëm për Allahun subhanahu wa taala, për asnjë tjetër. Qase ai është madhështor, ai është sotruesi, sunduesi vetëm. Askush tjetër përveç tij. Prandaj përmes kësaj po kuptojnë se çdo kush i cili zemra e tij na lidh për dikon tjetër ose për diçka tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, për shkak të ndërmjetësimit, atëherë kjo vepër tin është e kotë. Është kotësia më e madhe, Allah subhanahu wa taala nuk e pranon. Prandaj veprat e këtyre që ju lidh për evliat, për njerëz të devotshëm, për pejgambert, për melek të kështu me radhë, për shkak të shefatit, për shkak të ndërmjetësimit, do të thotë ata vërtet e kanë bërë një gjë ose kotësi më të madhe. Po këtë shefat, këtë ndërmjetësim Allah subhanahu wa taala nuk e pranon. Prandaj kështu kur neve na bëhet e qartë për kufizimin çka është shefati, realiteti i tina. Po që shefati është mirësi e pastër vetëm pe Allahut subhanahu wa taala. Ndërim që Allah do thotë dëshiron me ndëru dikon pe robët e tij. Atë kjo na detyron neve ose na obligon neve detyrimisht që zemra jon mu lidh vetëm për Allah subhanahu wa taala kur e kërkojmë shefatin. Po me shpesu shefatin vetëm prej Allahut subhanahu wa taala. Ka se në realitet vetëm Allah është ai i cili ty të bekaton me këtë shefat. Robët të tjerë, po krijesa të tjera janë të nderuar prej Allahut subhanahu wa taala. Po shkrim thon dersën e kaluam, ata nuk fillojnë të parë me fol ditën e Kiametit. Kemi sjell argumente shumë të. Nuk i paraprin Allah subhanahu wa taala ata me fjalë. Do thonë un po duam të ndërmjetësu për filanin, me filluat atë parë. I po robët e mirë të Allah subhanahu wa taala, atyre që Allah i lejon me ndërmjetësu, ata e madhrojnë Allah subhanahu wa taala. Ata e kanë frikë shumë Allah subhanahu wa taala. Ja nuk e fillojnë të parë fjalë, mirë po ata e lavdrojnë Allahun, thurin lavdata për to, madhërime, falënderime. Derisa Allah subhanahu wa taala t'ia lejon aty në ndërmjetësu, për atë që dëshiron Allah subhanahu wa taala me ndërmjetësu. Pastaj vazhdon Sheikhul Islam i thotë
po mundohem inshallah me përfundu këtë temë sonte. Thot fa shafa'atu allati nafaha al-Qur'anu ma kana fiha shirk. Prandaj shafati thot cilën e ka mohu Kur'ani është shafatin cilën ka shirk. Çush ka thonë Allah subhanahu wa taala në ajetin laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'. Ata në ditën e Kiametit s'ka më pas përveç Allah subhanahu wa taala as ndihmtar as shafi', pra ndërmjetës. Këtë shafat e ka mohu Allah subhanahu wa taala. Po shafatin cilën ka shirk. Po ashtu mushrikt nuk mundën me ndërmjetësu. Po përveç që nuk pranohet ndërmjetësimi për ta, ata nuk mundën as me ndërmjetësu për dikon tjetër. Nga se shefati sa i përket mushrikëve është i mohum, Allah nuk e pranon. Ka se Allah nuk është i kënaqur me fjalët edhe veprat e tij. Sa ata i kanë bërë shirk Allah subhanahu wa taala. Po shefati në cilën ka shirk është nga dy aspekte, por që e mohon Allah nuk e pranon. Ose nga dy anë. Është ana e kërkesës. Po nëse dikush e kërkon shefatin, mirë po e bën këto në formë shirkut, Allah nuk e pranon këtë shefat. Mirë po gjithashtu edhe nga ana për personin për cilin kërkohet shefati, nëse ai është mushrik, nuk pranohet shefati, nuk pranohet ndërmjetësimi. Po nga dy aspekte, nga dy anë Allah subhanahu wa taala nuk e pranon shefatin në cilin ka shirk. Edhe nga ana kërkesës, edhe nga ana për personin për cilin kërkohet kjo kërkesë. Po Allah subhanahu wa taala po tregon se shefati mohohet dhe nuk pranohet për ata, edhe nuk ju bën dobi mushrikëve. Prandaj prapë na sqarohet po pohohet përmes asaj që thon që shefati arrihet vetëm për ata që Allah subhanahu wa taala i ka begatuar me ikhlas, me sinqeritet. Po nëse Allah subhanahu wa taala të ka begatuar ti, atëherë do të më falëndroj me kanë vënia se Allah subhanahu wa taala të ka begatuar ti që me bëj ikhlas, Allah subhanahu wa taala me adhuru me sinqeritet. Allah subhanahu wa taala të ka dhënë sukses ty, të ka inspiruar me adhuru vetëm Allah subhanahu wa taala. Pra që zemra jote me kanë lidhur vetëm për Allah subhanahu wa taala vetëm, jo për dikon tjetër veç ti. Në kundërtën e atyre që Allah subhanahu wa taala i ka privu prej shefatit, pa që janë mushrikë që i bojnë shirk madh Allah subhanahu wa taala. Ta nuk kanë hisën në shefatin e pejgamberëve as njerëzve të devotshëm. Pra Allah subhanahu wa taala është mirësi, vërtet shefati është mirësi vetëm prej Allahut dhe vetëm për ehlul ikhlas, për të sinqertit. Pastaj shefatin cilën e pohon Allahu subhanahu wa taala, pra çështja e shëron deri tash, edhe Sheikhul Islam i vazhdon fjalët e tina, edhe tregon pra shefatin cilën pohohet ose vërtetohen dy kushte. Pra kushti i lejimit që Allah e plej dhe kënaqësisë të Allahut subhanahu. Prandaj shehu thot wa li hadha athbata ash-shafa'ata bi idhnihi fi mawadi'. Prandaj Allah thotë ka pohu shefatin me lejen e tij në shumë vende të Kuranit. Po me lejen e tij, po kjo është kushti që për mu pranu shefatin. Me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Edhe kjo leje e Allahut subhanahu wa taala ose është leje kozmologjike ose fetare. Po leje me cilën Allah subhanahu wa taala lejon që më ndodh diçka në kozmosin e tij, në krijimin e tij ose leje fetare. Pra atij që i Allah subhanahu wa taala lejon me ndërmjetësu. Nuk ka mundësi që ai me fillu shefatin nëse Allah subhanahu wa taala nuk jep atij leje me lejen e tij në universale. Për shembull, nëse Allah subhanahu wa taala ndalon ato që më fol, po e pengon që më fol, nuk i jep leje që më ndërmjetësu, atëra ai nuk ka mundësi as me lëviz gjuhën. Prandaj kjo leje që na jep Allah subhanahu wa taala edhe është leje kozmologjike. Po leje me cilën Allah subhanahu wa taala lejon diçka më ndodh në universin e tij, në krijimin e tij, mirë po gjithashtu është edhe leje fetare. Por që Allah subhanahu wa taala pastaj i jep leje atij që dëshiron edhe përkon dëshiron më ndërmjetësu. Prandaj kuptimi i lejes në temën e shefatit është që pra ky shefat me kon sinqerisht për Allahun edhe i pastër pi shirkut. Edhe ai personi për cilin ndërmjetësohet gjithashtu mos me kapi instarëve shirkut. Për kësaj përjashtim bën vetëm Abu Talibi, që kemi përmend dersën e kaluar. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndërmjetësuar për ta që Allahu më ia lehtësu dëshkimin. Mirë po, ky ndërmjetësim nuk i bën dobi Abu Talibit që më dal pi zjarrit të xhenemit. Mirë po i bën dobi vetëm që më i lehtëson dëshkimin e zjarrit të xhenemit. Edhe kjo është e veçantë vetëm për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe vetëm për Abu Talibin. Pa vetëm për to pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më i dhon leje që më ndërmjetësuam ja lehtësu dëshkimin e Allah subhanahu wa taala në zjarr. Pastaj Sheikhul Islam e përmbyll këto fjalë tina thotë: "Wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli at-tauhid wal ikhlas." Thotë pejgamberi sa më ka sqaruar qartë, në mënyrë qartë e ka shtjelluar dhe ka treguar që shefati nuk
do të jetë vetëm për sinqertit, pra ata që e kanë njësu Allah subhanahu wa taala madhërim dhe sinqerisht. Po kjo është shefati që pohohet ose kushti i kënaqësisë. Po pasi që vjen kushti i lejesës, është kushti i kënaqësisë. Po që shefati do të jetë vetëm për ata me cilët Allah subhanahu wa taala është i kënaqur. Po që janë ehlut tauhid, ehlul ikhlas, që kanë njësu Allah subhanahu wa taala madhërim, po sinqerisht. Prandaj prapë potencojmë këto që shefati me cilin janë lidh zemrat e bestytëve, po mushrikëve kështu me radhë, është i kotë. Edhe fjala aty në ku thonë ha ulai shufa'auna inda Allah, këta janë ndërmjetësit tonë te Allahu, kjo është fjalë e kotë. Pra Allah subhanahu wa taala nuk e pranon. Po shefati i cili bën dobi është vetëm për ehlul ikhlas. Pastaj kërkesa, po lutja që bëhet për shefat, nëse i bëhet dikujt tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala, atëherë Allahu ka treguar se ata janë të privuar mbi këtë shefat. Kushdo që e kërkon shefatin mbi dikujt tjetër përveç Allahut, Allah e privon. Por drejt sa ata i kanë bërë shirk, po kanë ndronë në shirk të qartë. Prandaj përmbledhja e kësaj teme është se ata të cilët ju lidh për shefatin, zemrat e tyre, edhe shpresojnë që përderisa i adhurojnë ata ndërmjetësit, krahas Allahut subhanahu wa taala, po vend Allahut subhanahu wa taala, kjo temë po tregon se Allah vepron të kundërtën me to, kundërtën dëshirave të tyre, edhe synimit të tyre. Po përderisa zemrat e tyre i lidh për këtë shefat, Allah subhanahu wa taala i privon prej saj. Përderisa ata janë lidhur për dikon tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, po një gjë që Allah nuk i ka leju fetarisht, shariatikisht, pra kanë përdorur këtë shefatin ose këto shefate të ndryshme që ka shkrim këto, edhe janë ndërtuar te dikush tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, pra zemrat e tyre lidh për dikon tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, ata Allah ka privuar për këtë shefat. Edhe s'kan me arrit këtë shefat përkundrazi, po ata kanë rënë shirk të madh dhe përfundimi i tyre do të jetë zjarri i xhenemit. Edhe në fund vetëm po i lexojmë pra meselet çështje që autori sjell fund temës, do thonë vetëm po i lexojmë nga se na vetëm e shpjegojmë ajo ato çështje që i sjell autori në fund çdo teme, ajo vetëm më shpjegoj gjatë tesit tonë, kështu që s'kem nevojë mi përsërit ato. Edhe thot fihi mesail, në këtë temë shtjellohen disa çështje, el ula tafsirul ayat. E para është komentimi apo interpretimi i ajeteve, po që janë 5 ajete që kemi shpjeguar deri të kaluam. Thot e thaniyatu sifatu shafa'a al manfiya, po tregon formën e shefatit i cili mohohet dhe nuk pranohet te Allah subhanahu wa taala. Po shpjegojmë që ky është shefati i cilin ka shirk. Po çdo shefat që ka shirk nuk pranohet. E thalithatu sifatu shafa'ati al muthbata. Shirtohet dhe tregohet forma shefatit që pohohet dhe pranohet te Allah subhanahu wa taala. Po kjo është shefati që bëhet për istartë të tauhidit, që thon. Mirë, po pasi të plotësohen dy kushte. Kushti i lejimit të Allah subhanahu wa taala, edhe kënaqësisë, pra që Allah subhanahu wa taala është i kënaqur me ndërmjetësuesin e personit për cilën ndërmjetësohet. Ibn Qayyim i thot, fa hadhihi thalathatu fusul. Këto janë 3 kushte thot. Taqta'u shajarat ash-shirk min qalbi man wa'aha wa aqilaha. Këto janë 3 kushte që shkputin pemën e shirkut pi zemrës të atina i cili i kupton mirë këto, edhe i man mirë këto 3 kushte. Pra nëse i kupton këto mirë, edhe i mendon zemrën tonë, ai i memorizon këto, ata nuk ka mundësi me mbet në një pjesë e shirkut në zemrën tonë. Po e shkput rrajt e shirkut, pemës shirkut pi zemrës të njeriut. Ka se këto është problemi, edhe sekreti është thonë që njerëzit kanë rënë shirk. Vazhdon thotë rabi'atu dhikru shafa'ati al-kubra wa hiya al-maqam al-mahmud, përmend shefati i madh që jepet pejgamberit sa më thotë kjo është pozita al-maqam al-mahmud, pra pozita vendi i lartë i lavdruar që jepet pejgamberit sa më, që është shpjeguar gjatë dersit. Thotë al-khamisatu sifatu ma yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallam annahu la yabda'u bi-shafa'ati bal yasjudu fa idha udhina lahu shafa'a. Thotë përmendet ose sqarohet forma se si pejgamberi sa vepron gjatë shefatit. Po që pejgamberi sa nuk është ai i cili fillon shefatin. Mirë, po i bën sejdë Allahut, e falëndron Allahut, e atëherë thot Allah ja pleje dhe ai fillon me ndërmjetësim. Thotë sadisatu man as'adu an-nasi biha. Thotë çështja e gjashtë është që sqarohet se cili është njeriu që e gëzon ose meriton më shumë të shefatin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po çish thon këta janë ata të cilët janë mukhlisun, po adhurojnë Allahun sinqerisht, po ahli tauhid. Ata që thon la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi, sinqerisht pi zemrës tina.
Kemi thënë edhe më herët që fjala la ilaha illallah kuptimin e ka, nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. La ma'buda haqq illa Allah. Nuk ka të adhuruar meritor ose bi haqqin me të drejtë përveç Allahut. Po nuk ka kuptimin nuk ka të adhuruar përveç Allahut. Nga se sikur të kishin kështu atëherë realiteti përndërshton këto. Nga se në dunjë ka shumë të adhuruar tjerë përveç Allahut subhanahu. Edhe ato quhen alihe, të adhuruar, zota që adhurohen me të Allah subhanahu. Mirë, pa adhurimi ty është një gjë e kotë, është i kotë. Prandaj patjetër këtu, kur e përkthejna fjalën la ilaha illallah, do të përcaktohet ky kushti. Nuk ka të adhuruar hak meritor përveç Allahut subhanahu taala. Edhe fjala la ilaha illallah kemi thënë gjithçka përmban veten e saj mohim edhe pohim. Kjo është tauhidi. Nga se pohimi i cili është me cilin nuk vije ose në pohimin në cilin nuk ka edhe mohim, kjo pastaj nuk e mohon bashkëpjesmarrjen. Po ashtu nëse mohohet në mënyrë përgjithshme, atëherë kjo është refuzim i pastër. Po nëse dikush thotë la ilahe, nuk ka ilah, atëherë kjo po mohon çdo të adhuruar tjetër edhe Allahun subhanahu taala. Mirë, po nëse dikush thotë Allahu ilah, Allah është i adhuruar, kjo nuk e ka njësu Allah subhanahu taala, vetëm me këtë fjalë. Pse se ka njësu Allah subhanahu taala me këtë fjalë, nga se kjo formë e fjalës ose e fjalisë nuk e ndalon që dikush tjetër me kanë i adhuruar së bashku me Allah. Nëse thua Allah është i adhuruar, me këto s'pa mohon që edhe dikush tjetër mundet me kanë i adhuruar së bashku me Allah. Kështu që patjetër duhet me pas mohim edhe pohim, pra me mohu çdo kush tjetër që adhurohet përveç Allahut e pastaj kët adhurim ja pohu vetëm Allahut. Prandaj thotë la ilaha illa Allah, nuk ka të adhuruar hak meritor përveç Allahut. Prandaj në surën Bekara kur Allah thotë wa ilahukum ilahun wahid. Ilah juaj juaj thotë është ilah i vetëm. Po pasi këtu Allah subhanahu taala ka përmend vetëm pohimin, e ka konfirmuar këto me fjalën wahid. I adhuruar juaj është një ilah i vetëm. Po që gjithçysh është i vetëm, nuk ka të adhuruar të tjerë së bashku me Allahun. Prandaj vetëm pohimi, pa mohim nuk mjafton Islam. Do të gjithçysh të mohohet spari, pastaj të pohohet për Allahun subhanahu taala adhurimi. Edhe vazhdon thotë sabiatu anha la takunu liman ashraka billah, çështja e shtatë është se shefati nuk ka arrin ai i cili bën shirk Allahut subhanahu taala. Po çështë tham Allahu thotë fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, atyre nuk jo bën dobi ndërmjetësimi i ka ndërmjetësuesve. S'ka më bë dobi te Allahu subhanahu taala. Çu shkon në surën Mudaththir ajeti 48. Edhe ajetet shumëta që tregojnë se Allah subhanahu taala nuk e pranon ndërmjetësimin për mushrikt, edhe pejgamberi sa më thon ai i cili e meriton ndërmjetësimin është ai i cili thot la ilaha illallah khalisan min qalbihi, sinqerisht pe zemrës tij. Edhe fundi thotë thaminatu bayanu haqiqatihi, sqarohet realiteti i ndërmjetësimit, shefatit. Cili është realiteti i saj është se Allah është ai i cili e bagaton me mirësinë e shefatit atë që dëshiron prej ehlul ikhlasit, prej njerëzve të sinqert. Prandaj Allah subhanahu taala u fal atyne përmes duas lutjes të atyre që ja u lejon ndërmjetësimin, në mënyrë që më nderoj edhe ndërmjetësuesin, edhe të personin për cilin ndërmjetësohet, plus Allahu subhanahu taala dëshiron me ndërmjetësu, me nderu ndërmjetësuesin me maqamu mahmud, me pozitën e lartë apo pozitën e lavdruar. Edhe këtu përfundon këtë temë. Ndërsa të ardhshme inshallah fillojmë me temën e re. Allahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.